ato grumbulluesit dhe eksportuesit, të cilët kanë filluar të ndajnë me lote. Pra, ne gjejmë në çdo ngarkesë, ne gjejmë 10-15 lote sipas grumbullimit, pra numrit të fermerëve të grumbulluar. Dhe në këtë rast, unë mendoj që Autoriteti i Kontrollit Ushqimor duhet veprojë në mënyrë më të drejtë, më profesionale. Pra, duhet përcaktoj kush lot ka qenë, sepse loti është gjurmëshmëri në fund fare. Pra, dhe mos të thotë të gjithë mandarinat. Edhe në rast se është identifikuar, në radhë parë ne duhet kemi parasysh që laboratori i cili ne kemi analizuar duhet të jetë i akredituar, profesor. Se jo çdo laborator, duhet të jetë i akredituar nga Bashkimi Evropian. Aktualisht ai laborator nuk është. Ai që ka bërë këtë gjë. Po, nuk është. Nuk është. Pra, sepse para një muajsh ne nxorëm një problem me qumshin, i cili pastaj kur u dërgua në fatonsinë. Po ju e thatë, më fal, ju e thatë pak më përpara për faktin që mund të jetë një luftë e brendshme kjo për të dëmtuar produktin shqiptar. Po lufta tregtare tashmë vjen nga brenda Shqipërisë, është një luftë që vjen nga jashtë Shqipërisë, por le të themi që kur dëmtohet produkti shqiptar dhe biznesmenët këtu në Shqipëri, ku e kanë interesin kryesor? Janë dy drejtime. Në radhë parë janë ato vende të cilat ne i konkurrojmë me mandarinën. Pra mandarina shqiptare tashmë konkuron mandarinën e Greqisë edhe në vlerë financiare. Dhe në vlerë financiare do ta them. Kështu që kjo është një pjesë e kësaj lufte, ndërkohë që është luftë edhe nga tregtarët e importit. Të gjithmonë duan të ulin sa më shumë prodhimin kombëtar. Po pas duhet dalim me atë që mos. Prandaj ne duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse ka shumë indikacion. Shikoj, unë mbrëm po shikoja pak portalin e Bashkimit Evropian të denancimeve në lidhje me produktet me mbetje. Ajo që shikova, dhe pastaj hyra të shikoj portalet e Italisë, sa të indikuar janë ato, sa janë ato të përhapjes një lajmit masiv për të krijuar, nuk ishte fare. Ndërkohë që unë gjeta për muajin e fundit, pra 1 tetor, 2 nëntor, unë gjeta 18 denancime në Itali, produktin italian, në lidhje me alfaltoksinën, me qumshin, me djathtin, me salamërit, të vërtetuar. Këtë në të vërtetuara, sepse dalin në portalin, ato kur dalin në portalin në publikohen, janë të vërtetuara, dhe ndërkohë që u mundova të shikoj a ka reagime nga ana mediatike, social media italiane për këto, nuk ishte asnjë. Ne na dalin 10 kg mandarina, edhe ne e bëjmë dhe që nuk jemi të sigurt që a e kanë këtë lloj problemi që shkruhet pra këtë preparat i cili nuk lejohet që në vitin 2011, dhe ne vendosim pusulla në për markete, ka ndodhur me qumshin kjo. Pra totalisht jo profesionale, dhe cilat shkaktojnë apo neve në Shqipëri që ne kemi pak në ADN-n tonë të merremi pak me edhe ta bëjmë qimentra, pastaj ta tjerën. Ti shumë fishojnë. Ju e dini të gjithë, që thoshim buka elmuar. Qofse i kujtohet. Po. Atëherë unë u mora direkt me këtë punë, se teknologi sa punën. Ishte përdorte oksalate në Serbia. Oksalatet e bëjnë bukën shumë të bukur. E frynë e bëjnë. Mirë, po ato janë kanceroze. Kishin të drejtë që thoshim në kështu, në analizat. Atëherë që bën, një grup specialistës, kimista teknolog, morëm gjithë analizat i bën komplet, dhe në fund fare u dha urdhër doganave, në mënyrë absolute mos futet asnjë nga këto preparate në dogana. Edhe nëse bëm edhe një takim me gjithë specialistët e fabrikave të miellit dhe të bukës ata kryesorë, do elmojnë fëmijët tuaj, thamë. Derisa se të bukë do hanë, ëmbëlsira do hanë, makarona do hanë. Do elmojnë fëmijët tuaj, prandaj nuk duhet përdorur. Atëherë ç'a bën? Përdorëm disa preparate tjera organike, alfamilaz, lipaz, janë këto që e zvendësonin ato. Po, preparate. Tani me ato po ecë dhe në mënyrë absolute u ndalua, edhe se fusim më. Pra do bërë një gjë që do bërë çik alarm, jo kështu fare. Po flasim për një rast për shembull ky që po tregoni ju është një rast i cili ka qenë i suksesshëm dhe ka qenë konkret. Pra që është zbuluar që ka pasur përmbajtje të palejuara. Po, edhe për këto tjera, themi sallami ka nitrite ose kjo tjetra del me këtë. Tash ne nuk duhet ta presim se raste mund të ketë.
Po jo të bllokojmë kështu. Po tani problemi është edhe tek ajo që tha Iliri, tek pjesa e laboratorëve të akredituar. Nga ta kuptoi konsumatori që është laboratori akredituar ai apo jo. Pra, apo janë të gjitha skema të krijuara këto? Kemi një laborator, por një lajm i mirë. Pra ne kemi vetëm një laborator të akredituar? Ne kemi një laborator të shkëlqyer, është laboratori më modern në rajonin e Ballkanit, është privat. Është i akredituar nga Bashkimi, se kjo është e rëndësishme, është i akredituar për afërsisht 660 preparate, që është një numër shumë i lartë akreditimi, dhe megjithatë, tashmë ne po duam të krijojmë dhe një bindje më të mirë me prandaj dhe kjo ishte arsyeja që u dërguan në Itali. Pra pasi një lloj njohje, pa me pagesën në ambalazhin që ato kërkojnë, pra e thot këtu dhe mënyrën e ambalazhimit, çdo gjë ku është marr, loti etj. Dhe na vijnë rezultatet të cilat janë shumë okay me normativat e Bashkimit Evropian. Por një lajm i mirë që më duhet ta themi, ndoshta është që tashmë Ministria e Bujqësisë nëpërmjet edhe një programi donator do ngrej disa laboratore. Unë kam thënë, ka qenë një nga ato paketat e mia se si bujqësia mund bëhet më mirë, pra rekomandimet. Do të ngrej 5 laboratore rajonale, aty ku është potenciali më i madh bujqësor. Pra nuk ka pse të vi një fermer i Xarës të vi në Isuf, pra në institut për të bërë analizat, vetëm kilometra i duhen 600 kilometra, ndërkohë që tashmë ne do kemi laborator rajonal të shpejt. Dhe çdo pikë doganore, që kjo është shumë e rëndësishme, do të ketë, sepse ne diskutojmë sot, sepse kjo është çik shumë indikative. Ne diskutojmë për këtë prodhim të shkëlqyer shqiptar që ka shije, ka pamje, dhe ka standarde. Po ne nuk diskutojmë, unë nuk kam parë në studio të jemi ftuar dhe të më thonë, hajde të diskutojmë për misrin që vjen nga Serbia me aflatoksin. Nuk kemi hyrë në portalin e Bashkimit Evropian të denancimeve. E ketë mbushur Turqinë me denancime. Fiku... Me denancime që janë për produktet që vinë nga jashtë, pra. Produktet që janë vendase. Të cilat vendet e Bashkimit Evropian i kanë denancuar për gjetje të... Tani është pika e fundit që do pranojmë ne për Komitet Evropian, është bujqësia dhe ushqimi. Nuk mund të kalosh atje në bujqësinë e ushqimit, të kaloj ai pa bërë këto që tha profesori. Pa laboratoret, nuk kalon dot. Se nuk sigurove shëndetin tënd të parë dhe aty jashtë, se këto do vende jashtë për prodhimet tona. Ikin vend e vin, Tani, zoti Sinani, mendimi juaj, kush është produkt më i rrezikshëm, produkti që prodhohet vendas apo produkti që neve sjellim nga jashtë? Të paktën në bazë edhe të studimeve në bazë të vendasit, prodhimi vendas është më i sigurt kanë gjithë. Po. Ju e pat me, domethënë, mozzarella e Italisë, si doli mozzarella, ose çokolata. Të gjitha dalin ato që vijnë nga jashtë. Se neve duke tremur gjithmonë që ne kemi të këqija, luftojmë maksimumin që kemi ne që ta bëjmë sa më të mirë. Por edhe ndodh. Siç ndodhi tash me këtë mandarinë, unë di se kanë dhënë analiza. Kjo është një tënë që 6 ditë, 7 ditë që është prodhuar ato nuk duhet ta hash. Po të që ti se di se kush është e kush është. Kjo është shumë e rrezikshme. Kështu që Ministria e Bujqësisë, jo vetëm në televizor, do ta thotë me përgjegjësi të madhe. Janë bërë këto analiza, këto. Të dali ajo si përgjegjësi kryesore. Fletore e fermerit, kontrollet e fletorës fermerit. Po dali ministri, se ashtu tha dhe për këto specialistët që bën qyteti do dalin specialistët për kontrolluar për të nxjerrë specialistët e akuz që vuri gjithë agronom. Ajo i vuri ministria që hoqë. Po. Unë mund të jap një shembull, një fakt. Një gjë të fundit përpara se ta mbyllim, lutem. Në një specializim që kam pas në Amerikë, unë kam punuar plot 20 vjet. Këtu për Departamentin e Shtetit, për USAID-in. Na çuan në një pemtore me moll. Dhe në pyetjeve që po i bëj atit pronarit, kuptohet plantacion jo nga këto me 1 hektar me 5 dynym, flasim për mbi 100 hektar. Sa spërkatje ju bëni në pemtorën e juaj, në plantacion e juaj? Më tha rreth 40-42 spërkatje. Me të thënë vërtetën, bëra një reagim, sepse
maksimumi që bëjnë fermerët e Korçës, bëjnë 13-14. Sepse mbi të gjitha se sa aq dhe fuqi financiare kanë. Për bërë, po. Ndërkohë që atë që bënte mirë ai fermeri amerikan ishte ruajtja dhe respektimi i protokolleve. Pra, ai produkti në fund për konsum ishte 100% i garantuar pavarësisht se kishte bërë 42 spërkatje. Pra, duhet kuptojmë që bujqësinë e kemi në disa forma. Tradicionale, intensive dhe super intensive. Kur flasim për super intensive, do të ketë dhe super agroteknik të ushtruar. Absolutisht. Prandaj që duhet të jemi më besimtar ndaj produktit shqiptar, i cili ka garanci, ka standard, sepse kështu e kemi dhe fermerin, e kemi të vogël dhe nuk përdor shumë, mund t'jap dhe disa shifra të doganave, që ne kemi për sipërfaqe metra katror toke, në Ballkan jemi vendi më me pak përdorim të pesticideve dhe çdo lloj kimikati tjetër. Pra, besim ke produkti shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme që thoni se edhe mos të sulmohet fermeri, se gjatë gjithë kohës ne sulmojmë edhe i bien fermerit edhe ai është në krye detyrës edhe vetë për të paktën edhe për të ruajtur familjen e tij, për të ruajtur xhepin e tij, për të ruajtur prodhimin e tij. Dje kam bërë një postim, ju mund ta shihni pak më vonë, ku e kam mbyllur me një perifrazim, me fakte dhe jo me trakte. Shumë e bukur. Edhe kështu e mbyllim edhe tani. Në fakt, për të rrëzuar poshtë, duhet thënë edhe ndoshta për të qetësuar më shumë edhe qytetarët. Kështu që faleminderit që ishit me ne sot. Jo, ka dhe një tash para se ta mbyllim. Po. Detyra e parë njëherë është të kemi specialistët. Po. Specialistët kemi aparaturat e laboratoreve. Ministria e Bujqësisë duhet ta marrë me shumë përgjegjësi këtë punë tani. Se duke doli kjo e doli ajo, themi në televizor, këto duen fakte dhe direkt merret shteti, përgjegjësia shtetërore për popullin. Se janë, derisa themi të helmon, që ne u bindëm këtu që nuk të helmon me vërtet se ndodhin këto, do ta lash, do ta bësh të gjitha. Kështu që kërkon me kthyrje një specialistës të marrin përgjegjësinë e tyre dhe duhet ne të nxjerrim specialistë për këtë punë. Po dhe ne prandaj marrim